Një grabitje banke si në filma ka ndodhur në Napoli. Disa persona të armatosur u futën në bankë në mes të ditës duke mbajtur peng 25 persona përpara se të arratiseshin përmes një tuneli. Policia rrethoi një deg të Credit Agricole në qytetin jugor italian pak pasi grabitja nisi rreth mesditës sipas orës lokale. Mediat lokale raportuan se autoritetet zhvilluan negociata me grabitësit përpara se pengjet të liroheshin rreth 2 orë pas nisjes së ngjarjes. Pamjet të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë zjarrfikësit duke thyer një dritare me mjete të rënda dhe duke ndihmuar njerëzit të dalin nga brenda bankës. Disa prej pengjeve u larguan pa lëndime, ndërsa të tjerë u panë të tronditur duke qare përqafuar të afërmit e tyre. 6 persona të cilët ishin në gjendje shoku morën ndihmë mjekësore. Një nga pengjet deklaroi për mediat lokale se grabitësit i kishin mbyllur në një dhomë dhe megjithse ishin të armatosur nuk i dhunuan. Një numër i madh qytetarësh dhe zjarrfikësh u mblodhën në shesh duke pritur zhvillimet, ndërsa 10 mijëra persona ndoqën një transmetim të drejtë për drejtë nga vendngjarja. Forcat speciale të karabinierëve u dërguan me urgjencë nga Toskana. Disa orë më vonë forcat e sigurisë ndërhyrën në bankë duke thyer një dritare. Në transmetimin live u dëgjuan të shtëna dhe shpërthime granatash verbuese. Megjithatë, sipas mediave lokale, grabitësit arritën të arratiseshin përmes një tuneli me gjaz duke u futur në sistemin e kanalizimeve. Pamjet e mëvonshme treguan forcat e rendit dhe zjarrfikësit duke kontrolluar një puset aty pranë ndërsa turma vazhdonte të qëndronte në zonë. Sipas mediave italiane, vlera e sendeve të grabitura ende nuk mund të përcaktohet pasi autorët synuan kasaforta personale dhe jo para në dorë. Ndërkohë më vonë u publikuan edhe pamjet nga brenda bankës në Napoli, ku duken qartë dëmet e shkaktuara nga grabitësit me kasafortat hapura, dollap të shpërndarë në dysheme e ambiente të shkatruara. Në disa prej tyre dallohen edhe gjurmë këmbësh në dysheme që dyshohet se i përkasin autorëve gjatë lëvizjes brenda bankës. Sipas mediave lokale, grabitësit arritën të boshatisnin një pjesë të kasafortave ndërsa përmbysën dhe dëmtuan sistemin e depozitimit të sendeve me vlerë duke krijuar kaos të plot në ambientet e brendshme.